Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun xhalla wala falenderojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Nësa lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërrohet vëllezër, kemi përmendur se Allahu xhalla xjalaluhu në Kur'an përmes ajeteve të shumta të ndryshme na ka mësuar dhe na ka edukuar se si duhet të sillemi fillimisht me të dhe pastaj si duhet të jenë edhe raportet tona ndërmjet vetes si njerëz. Prandaj sjellja dhe edukata e besimtarit në raport me Zotin xhalla xjalaluhu dhe gjithashtu në raport me njerëzit është një nga objektiva themelore që synon të realizon Kur'ani dhe gjithashtu edhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në anën tjetër, Allahu xhalla wala përmend në Kur'an se njerëzit jo rrallë herë ndodh që në raportet me njëri tjetrin, në komunikim me njëri tjetrin, të bëjnë padrejsi njëri tjetrit, të bëjnë zullum. Dhe padyshim se njeriu është i prirur që të ketë zili, është i prirur që të ketë lakmi, është i prirur për urrejtje, përveç atyre që Zoti xhalla xhelalu i ka pastruar dhe ata të cilët me të vërtet janë përpjekur dhe janë munduar që të bëhen të mirë. Duke pas parasysh këtë, shpesh njeriu mund të bjen viktim e ndonjë kurthi, ndonjë mashtrimi, dredhije të ndryshme, dhe kjo padyshim të shkaktoj lëndime të shumta në jetën e kësaj bote. E këto lëndime jo rrallëherë din që t'jen edhe ndoshta për dikene të pariparueshme, të vështira për mja dalë, që është gënjejnë pastaj e kthejnë mrapa, nuk japin fuqi dhe motiv me ecë përpara. E Allahu xhallahu ala në Kur'an në lidhje me këto dredhi dhe mashtrime që njerëzit ja bën njëri tjetrit, e mundohen pastaj që t'i bëjnë raport me Allahu xhallahu ala në surën Fatir. Allahu xhallahu ala thot: "Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi." Allahu xhallahu ala thot, dhe dredhia e keqe nuk e përfshin askën pos atë që e ka bërë. Do të thotë kurthin, kush e ka hap për dikën, nuk bie as kush në të pos atij që e ka hap. Mashtrimin kush e ka bërë, do të jetë ai viktimë e saj. Dhe kjo është rregull. Dhe është interesant se Allahu xhalla xjalaluhu këtë ajet në surën Fatir, në ajetin numër 42 dhe 43, fillimisht Allahu xhallahu ala e përmend këtë ajet në kuadër të një informata shumë interesante dhe e përfundon këtë ajet shumë interesant. E cila është kjo informat dhe cili është kjo përfundim? Allahu xhallahu ala përmend premtimin e Kurajshëve të Mekës. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Allahu thot dhe ata u betuan betim të fortë në Zotin, se në qoftë se Allahu në dërgon ndonjë të dërguar dhe kërkon nga ne që t'i besojmë, ne do t'jemi njerëzit më të udhëzuar në fytyrën e tokës. Do t'u kalojmë në udhëzim edhe popujve tjerë. Kështu premtuan. E pse premtuan? Nga se dëshiranin të jenë në epërsi me pejgamber ndaj popujve tjerë. Këtë kërkesë dhe këtë betim që t'jenë të udhëzuar nuk e patën për hir të së vërtetës, por e patën për hir të epërsisë ndaj tjerëve. Istikbaran. Allahu thot këtë e bënën nga mendjemadhësia. Dhe posa u erdhi pejgamberi, çfarë bën? E pranuan? Nuk e pranuan, nga se nuk u pëlqeu epsheve të tyre. Nuk erdhi ai që ata kishin dëshirë të vjenë. Nuk erdhi në mënyrën se si ata dëshiruan. Dhe tëraj betim dhe tëraj zotim që e bënën, shkoi hoq. Dhe i tëri u shndruan çfarë? Në kurthe të ndryshme dhe dredhi të lloj-llojshme kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe padyshim se kjo e shqetësonte dhe e brengaste pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për atë që ata zinin brenda ndajave të tyre, brenda tubimeve të tyre, për t'i bërë keq Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu e garantoi Muhammedin alayhi salatu wasallam duke thënë:
wala yahiqu al-makru sayyi illa bi ahli. Kjo është ngushëllim dhe është përgëzim për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, të gjitha ato dërdhi që po i zinë kundër teje, atyre do t'ju kthehen. Nga se Allahu tha, walan tajida li sunnatillahi tabdila, walan tajida li sunnatillahi tahwila. Shikoj si Allah e përfundon këtë ajet, nga se nuk është kjo veç për ty. Ti, kjo është ligji i Allahut, kjo është normë, kjo është rregull e Kuranit, kjo është rregull e jetës. Andaj ti në këtë rregull nuk do të gjesh as ndryshim, tabdila, nuk ka ndryshim. E as tahwila, e as nuk do të godet dikën tjetër në vend tyne. Ka me i godit pikrisht ata të cilët janë përfshi në dërdhjen e mashtrimeve. Andaj të ndërlozër, historia e njerëzimit e prezentuar në Kur'an është e mbushur me zbatimin praktik të këtij rregulli. Vëllezërit e Jusufit alayhis salam që duhet shpesh të kemi parasysh. A bën ata një dredhi kundër vëllaut të tyre? E bën. I than babës të tyre, e pse o bab s'po na jap vëllaun ton që të kënaqemi na pak me të. Na përdojmë se ti që përdon. Edhe na po kem dëshirë me lujt me të sikur ti që po ke dëshirë me lujt me të. A ishin të sinqert në këtë deklarat? Nuk ishin. Për çfarë kishin? Për dredhi. E patën për mashtrim. Dhe synimi i kësaj dredhie cili ishte që ata ta zënë në dashuri dhe respekt vendin e Jusufit. Andaj synuan një qëllim dhe përballë të qëllimi përdorën dredhi. Dëshën autoritet, dëshën dashuri, dëshën respekt. Dhe sikur që kemi thënë dersën e kaluar, nuk e ndjekën rrugën, nga se nuk është keq me kërku respekt dhe dashuri, por duhet përmes derës së kësaj me i, jo me i mrapa. Andaj përdorën dredhi. Është e vërtet se kur dikush thurr ndaj teje kurthe dhe bën dredhia, mund të goditesh, të lëndohesh, por ai qëllimi s'ka më realizu. Andaj është e vërtet se e lënduan Jakubin alayhis salam, e lënduan Jusufin alayhis salam, e i shkaktuan edhe do të thotë probleme dhe shqetësime të dëshme, por në fund të fundit a dhezi dredhia atyre. Jusufi alayhis salam më nuk ishte pranë babës së tij, Jakubit, nuk ishte prezant më. A zërën vendin e Jusufit alayhis salam vllazët e tij? Absolutisht. Ai i harroi nga mërzia për Jusufin edhe më shumë. Sa ishte Jusufi alayhis salam prezant, baba i donte të gjithë. Jusufin më tepër, por të gjithë i donte. Kur shkoi Jusufi alayhis salam që ata dashën me zonë vendin e tij, baba i tyre, Jakubi alayhis salam, nga mërzia për Jusufin i harroi këta. Këta e humbën edhe atë që e patën, lere më që nuk e arritën atë që kërkuan, nga se e dashën me dredhi. Andaj Allahu nuk u dha këtë. Gjithashtu, shikoni Isaun alayhis salam, bën ndaj tij kurthe dhe dashën me e gozhdu, duke bërë hile të ndryshme. E Allahu tha: "Wa yamkuruna wa yamkurullah." Ata bën dredhi, ata mashtruan, por edhe Allahu xhallahu ala vendosi plane tjera që u arrënej drejtë tyre. Dhe çfarë ndodhi? A e gozhduan Isaun alayhis salam? Jo. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Allahu thot në Kur'an, as nuk e kanë vrarë, e as nuk e kanë gozhdu, por atyre i është dukë se e kanë bërë këtë. Një nga ata, subhanallah, që ishte pjesë e kurtheve, Allahu e bëri që të duket si Isau alayhis salam dhe ai u gozhdua. Nëse shpëtoi Allahu azza wa jall Isaun alayhis salam. Gjithashtu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam kanë bërë kurthe të ndryshme, kanë bërë dredhi të ndryshme që t'ja zhvlerësojnë misionin e ta pengojnë, mirë po përfundimi kujt i takoi përfundimi i mirë? Të gjithë ata që thurrën kurthe dhe dredhi kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të gjithë e psuan, të gjithë dështuan ose u penduan, por nuk pat të tretën. Nga se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është e vërtetë se u dëbuan nga Mekja, pat probleme, dhe kjo është ligji i kësaj bote që njeriu i mirë të sprovohet, mirë po në fund
çfarë ndodhi me kurthet e Kurajshve? A bën ndredhi që të miren vesh dhe ta shpallin të çmendur? Po. A bën ndredhi që ta shpallin magjistar? Po. Pra ndikaj kjo tek njerëzit? Jo. Kujt ju kthye dëmi i tërë kësaj fushate, i tërë ti komploti, kujt ju kthye? Ju kthye Kurajshve të Mekës. Kurajshët e Mekës, Allahu xhallahu ala i kishte nderuar me kujdesin për Qabe dhe i kishte nderuar me autoritet në mes të njerëzve. Dhe në vend që tashmë të arritin autoritetin edhe me pejgamberin që Allah i nderoi, ata dëshiruan që të ngritin mbi këtë pejgamber, duke bërë kurthe dhe dredhi që ata të largojnë nga skema e aktualitetit dhe realitetit, nga se ai u pengante në autoritet, u pengante në ndikim, andaj synuan me e largu. E kush u larguan nga skena e autoritetit? Ata u larguan, dërso mbeti autoriteti pa kontestueshëm dhe respekt i pa parë ndonjëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pse? Nga se tentuan me dredhi dhe mashtrime. E ligji i Allahut është se nuk kur sukses, absolutisht. Nuk e arrin kërkesën e tij dhe atë që synon, ai që bën dredhi. Dhe dietarët të ndërlozë kur e komentojnë këtë ajet e përmendin një sen interesant kodër të shpjegimeve të tyre në lidhje me këtë ajet. Cili është ai? Thonë se Allahu xhalla xhelaluhu i ka krijuar njerëzit që të bashkëpunojnë mes vete. I ka krijuar njerëzit që ta ndihmojnë njëri tjetrin. I ka krijuar njerëzit që ata të garojnë punë të mira. Gara, bëhu më i mirë saj, por me rrugë të ndershme. Dhe Allahu xhallahu ala ka premtuar se ai që tenton me dredhi dhe mashtrime nuk ka më dhënë sukses. Për çfarë arsye? Që ta ruan sistemin e njerëzve. Para mendo po të mos ndërhyjnë te Allahu në mesin e njerëzve, që të imposht ata që bëjnë dredhina, apo nuk do të kishte vend për të mirin kërkon nga komplotet dhe kurthe shumëta që bëjnë njerëz të liga, por Allah nuk e lën që njerëzit njëtë në kësaj bote, pëse kjo bote është provë. Megjithatë, nuk lejon Allahu xhallahu ala që në këtë mënyrë të rënohet në tërësi sistemi i drejtësisë dhe sistemi i privilegjit dhe i nderimit që dha njeriu. Jo gjithkush. Jo, nuk lejon Allahu xhallahu ala. Prandaj Allahu xhallahu ala dërgon shembuj të shumtë edhe vendos rregulla të këtilla që t'ju dërgon njerëzve mesazhe të qarta. Po dëshiruat duhet me ndjek rrugën e duhur, sikur se kemi cek. Ai që don me mashtrime dhe me hile nuk ka me arrit kur. Po ka me i lëndu të tjerët, s'është sprovë për ta. Ka me i shqetësu, ndoshta, ka me i pengu nga disa të arritura, por ai nuk ka me arrit. Dhe kjo fjala wala yahiqul makru sayyi, kjo fjala yahiq gjën arabe që ka ardhur në kuadër të këtij ajeti e ka kuptimin se të një përfshirje të gjithanshme. Ai që bën kurthe dhe bën mashtrime nuk ka me prek e keqe e kurthit e tij, nuk ka me prek e keqe e dërdhis ti nga një anë, po yahiq ka me rrethun nga të gjitha anët, nuk e din ka me i ardhe keqe dërdhis dhe mashtrimit të tij. E njerëzit kur bie fjala për dërdhin dhe mashtrimin të ndërlozur, munduan të bëjnë këtë në fusha të ndryshme. Më e rrezikshme është dërdhia në fenë e Zotit. Dërdhia dhe mashtrimi në raport me Allahun. Sikur se Allahu xhallahu ala ka përmendur se ka njerëz, dikush të qusha, ka dikush që don me Allah me dërdhia, ka mashtrime me Zotin xhallahu xhelalu. Allahu xhallahu ala thot: "Yukhadi'un Allaha." Ata dojnë me e mashtru Allahun. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. E ata të shkretit nuk e din se nuk janë të e mashtru askën tjetër dhe nuk janë duke i bët dërdhi askuj tjetër pas vetës atyre. E qysh njëri bën dërdhi me Zotin? Arsyetohet që të ikë nga krye ndonjë obligimi me do arsye që Allahu e din se nuk janë qëndrueshme apo. Kuna po i bën hile apo? Apo kë po do me mashtru? Arsyetohet se s'ka pas çare pa e bën një punë që është ndaluar, e Allahu e din atë çarën e tij apo. Andaj mundon hile të ndryshme me bën raport me Zotin xhallahu ala duke menduar se
Njëtë si shpëtojnë këtë botë, kanë me pas mundësi edhe para Zotit nesër me hile me hinë xhenet apo. Po s'mundesh me dërdhi me hinë xhenet. Nuk mundesh. Në xhenet hinë sinqertit, hinë të vërtetit. Nuk mundet askush me dërdhije me mashtrime me hinë xhenet. Ka se Allahu xhallahu u adin qëllimet, u adin synimet. Yastakhfuna minan nasi. Allahu xhallahu e mshefin për njerëzve. Ata nuk e din se Allahu e din çfarë kanë zemrat e tyre. Dhe bënu sinqert. Shkon dikush me vetë dikën ndonjë hoq për diçka dhe munduhet me arsyetua dhe munduhet me zbukurua me jeshu pyetjen që t'i vije lehtësimi. Ka mundësi e merr përgjigjen për lehtësim, por me mashtrim dhe me dredhi nuk je i arsyetuar për Allahu xhalla xhelalu. E merr një mendim në dietari ose e merr mendimin e një hoxhe, kurse ka vetë për të punat. As për një punë, por e din se kanë dëgju për te se kjo e lehtëson këtë punë. E shkon me vetë për t'ja lehtësu, jo për të marrë atë që është e vërteta apëta. Andaj, i thonë njerëzë, pse për vetë, duhet me vetë të tonë ka pak ata. Te e dim se ke vetë ata apëta. Mosë mëna me dredhi, nga se Allahu Gjallola që të shesh apëta. Nuk keme arritë sukses me këtë. Dhe gjithashtu dredhi në mesin e njerëzve, apo mundo që në mënyra të ndryshme, me e të regu dijen që e ka, me e të regu aftësin që e ka, me arrit autoritet, ndoshta dhe pasuri me dredhi, nërsa Allahu Gjallora nuk i bekon dredhit. Andaj, një gjenerat e Beni Israelve u malkuan, nga se tentuan me dredhi, me e marë furnizimin e Allahu Gjallora. Ata ishin të shquar me peshkim, do të furnizimin kryesor e kishin nga deti, peshqit. Dhe Allahu xhallahu ala u andaloi peshkimin ditën e shtunë, nga se ishte ditë e veçantë për adhurim. E ata u sprovuan se ditën e shtunë mbushej më shumë deti me peshqit se zakonisht. I sprovoi Allahu xhallahu ala. Dhe nga lakmia që mos ju ik kjo sasi e peshqive, vendosin rjetat në sabah. Vendosin rjetat natën ditën e xumë, dhe peshqit zieshin shtunën. E dilën shkoshin mi marrë apëtën. Na s'këna peshku, rjetat i kanë zonë vetë. Apo? Hile me Zotin Gjelle Gjelalu apëtën. Dhe për këtë loj, dredhije dhe mashtrimi, Zotin Gjelle Gjelalu i malkoj apëtën. Nga se nuk miret aja që është e Zotin me dredhije dhe mashtrim, po miret me sinceritet dhe rrugë të vërtet. Prandaj të ndërlozër, çdo kush që ndoshta është munduar në mënyrë të ndryshme të bën dredhi, nuk ka me pas bereqet pasoj puna. Qoftë në tregti mashtron në çmim, mashtron në matje, mashtron në punë, ti e angazhon për një punë dhe ti si e prezent, të mashtron, ta kryen punën shka, ti nuk po sheh dhe e merr hakun e tij si mbasti me dredhi. Nuk ka me kur sukses në këtë çështje. Nga se Allahu do më ja dërgon që këto pare i harxhon dikun që s'ja ka marrë mendja dikun. Qoftë në Allahu na ruajt, në ndonjë problem, në ndonjë aksident, në ndonjë ilaç, ashërim, por nuk ka mu pasuru me dredhi atë. Prandaj kujdes, Allahu xhallahu ala wailun lil mutaffifin. Mirë për ata që do të thotë përdorin standarde dyfishta. Kur është për veti e matë bëjag i mirë, e kura për tjertë, ja u matë të një si përgjys, e pëse s'po matë për tjertë si për veti, po për veti duhet plët, e për tjertë bëm pak ma pak, me mashtrime me dredhi. Allahu thotë, vajlën, mirë për ta që bujnë kështu apëta. Qoftë, nëse të angazhon dikush në punë, kujdesu se ti mundesh me e mashtru atë, ti mundesh me i thonë, kjo konë me mirë, kjo material me mirë, nuk dhe njeri, me e mashtru njeri, por dhije se tek Allahu xhallahu nuk jetë apëta. Ose dredhi dikut me i bo në tregti, ose në marveshje, ose në shitblerje, çka do qoftë, ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në disa hadithe, duke na sqaruar se është e ndaluar me e keqpërdor ignorancën e dikujt në çmim e me fitur për tij atë. Dikur për shembull do më shit një mall, po s'din realisht sa është atë. Nuk din. Dhe ai mall në treg bën ndoshta trefishja asaj që ti pja kërkan.
Thot por vetë më Ramadha, pa ai ta ka thonë se ka mënuar që ti sinqert ato që po i thu se çka kushton atë. Me dit ai se në treg çmimi kësaj a kaq nuk ta jap. Andaj është ndaluar me keq përdor ignorancën e dikujt për mi marr mallin e tij apo ose çka do qoftë tjetër. Gjasë nuk ka bereqet me dradhi dhe nuk ka bereqet me mashtrime. Prandaj ata të cilët dojnë fen me marr me dradhi e me mashtrime, dojnë raportet me njerëz me ndërtuar në dradhi dhe mashtrime. Ata që dëshojnë të pasurohen me dradhi, të ngritin me dradhi, të arrijnë autoritet me mashtrime, Allahu ju garanton joni në askimi gjendor. Por Allahu ju thotë se sherrri i kësaj dredhije nuk do të shkon askujt pas juve që po e bëni. Sikur që thot ajo proverba e njohur popullore dhe është e njohur në çdo gjuhë të botës se kush e bën kurthin për dikën bie vetë në të. Ai komoron atë kurth. Kujdo që ja bën dikush dikujt me hile dhe me mashtrim dhe me dredhi, ai do të jetë viktime e këtij mashtrimi kësaj dredhije. Dorso ne si muslimanë kemi për obligim që të jemi të sinqert, të jemi të vërtet në çdo aspekt. Dhe përfunduat atë që keni shembull më të vërtet, ka shembuj të shumtë që tregojnë një mësim praktik se si dietarët na kanë mësuar të sillemi në këto situata. Imam Ebu Hanife rahimullah ka qenë edhe dietar i madh, por ka qenë edhe tregtar i shkallët, është marrë me tregti. Ka qenë shumë i shkallët në këtë drejtim. Dhe është munduar që skajshmërisht normalisht të jetë i sinqert dhe të jetë korrekt në tregtinë e tij. Dhe thuhet se një herë për shkak të angazhimeve të tij me ligjërata, me mësime, e kishte autorizuar një njeri të njohshëm të tij me e shit një mall. Dhe ai normalisht malli nuk kishte qenë cilësi më të lartë. Normal është cilësi më i ulët, por andaj edhe çmimi është më i ulët, nuk mashtron. Kjo është kvalitet B ose C, çmimin e ka që kaq, nuk e shet sikur se kvaliteti A. Dhe ai njeri kishte përdorur aftësitë e tij të tregtarit të shkallë dhe e kishte shitur me çmim më të lartë. Kur ja solli parë te Abu Hanifa rahimullah, i tha pse kjo shumë kaq e madhe, nga se malli nuk ka bëj kaq. Thotë e vërtet po ja shita njonit apo e pranoj, ja dëshmova, ja përmana. Çfarë bëri Abu Hanifa rahimullah? E qërtoj ashtë për mas pari dhe ndërmuri masë e duhra li që i kthej parat, por edhe e kompenzoj me dëm, e kompenzoj dëmin që ka shkaktu njerit në këtë mashtrim që kjo ka bën të këtija. Nuk tha, po kjo pas ka shit, a i ka dasht, apo ti e din që a i s'ka dasht, po a e ka mashtrua, po kem qef mja buvit i qefin, duke u mëndu që në mënyra të ndryshme me përvecua që nuk në takon apëtën. Në mënyra të ndryshme me dredhi dhe me hile. Ktheja që i takon njerëzve. Mos e mera që nuk takon. Por nëse donë me marrë diqka dhe me përvecu, ndjek e rrugën e duhur. Nëse takon, ta japë Allahu. Nëse nuk e ki rizk, së është hajrë për ty, ma mirë është mos me marrë, nga se nuk kemi apohar në asaj kur. Qka do qoftë kja njët në kësaj bote? Qka do qoftë? Qoftë pasuri, si kur të është autoritet, respekt, qka do qoftë? Andaj, kjo është ngushëllim për njerëz të mirë. Kjo është ngushëllim dhe si harregj dhe përgëzim për njerëz të sinqert. Mos u brengosni për mashtrimet e të tjerëve që u bën juve. Mos u brengosni për dredhit që njerëz mund t'i bëjnë raport me juve. Nga se me dredhit dhe mashtrimet e tyre, mirët Allahu, vazhdojnë të jeni të sinqert. Nga se shpesh herë mund të na provokon dredhia e tyre, këtë po mashtrojnë Allah, që kom paset, as kur së konë zëna ti jam e kja, po që me bo, këtë që shtë pja bojnë, mos që bati. Lej mashtrimet e mashtruesve dhe lej dredhit e të tjerve që bëjnë dredhi dhe lej kurthat e kurthimtarve, lejau atyre, me ta mirët Allahu xhallahu ala. Ata e din Allahu se si do të binë në kurthën dhe dredhin e tyre. Dhe ti vazhdo me drejtësi, vazhdo me sinceritet, vazhdo me korreksi. Mund t'jetë pak rrugë gjatë, mund t'jetë pak rrugë vështirë, sikur se Jusufi alayhissalam ka hek një kohë, po në fund dije se do të fiton, do të triumfon, do të ngavnjen e vërteta dhe sinceriteti dhe gjithmonë do të mposhtet dredhia dhe mashtrimi. Allahu na ruajt
nga sherrri i çdo kujt që bën dridhë dhe mashtrime. Dhe Allah na ruaj që ne kurrë mos të bëhemi nga ata që e mashtrojnë do kënd, ose i bën dridhë në kujt, ose e gënjejnë do kënd, nga se kjo nuk përkon, kjo nuk është përputhje asesi me besimin ton dhe me edukatën që na mësoi Allahu xhallahu ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me kaq po i dho fund, Zoti xhallahu ala ju ruajt dhe ju shpërbleft deri në takimin e ardhshëm. Sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira.